Jugosllavinë do ta realizonin? Do të bëj gjak derdhje e madhe, përplasje e madhe. Varet dhe çka qëndrimi do marrë në shtetet e tjera. Nuk ishte gjë lehtë. Por ama ishte domosdoshme. Po pse nuk u bë plani? Të thash sepse nuk u bë ajo krizë e madhe politike dhe ndërluftuese. Një krizë politike. Midis tyre në Tito vdiq në 80 mos gaboj? Këto ishin shkaqet që u shmang. Po kur vdiq Tito pse su sulmova se? Po pritje që ata që kërkonin të merrin në pushtetin, të kishin konflikte të midis tyre dhe populli shqiptar, të ngrihen në këmbë të kërkonte drejtia. Po u ngrit shumë pak, vetëm Kosova. Këto tjerat jo. Po mirë dhe Kosovën. Pasa ki parasysh se vinë informacionet e qendrimit shtetet të huaja kush do ishte për këtë luftë. Foto tjetër? Pyetje Amerika, pyetje kjo. Tani këtu ketë sa heronj të eshtur, që në fakt nuk ishin të zbulimit, ta ishin... Janë të kundër zbulimit, ta. Përkërë brati Jorgo, Zia Kambo, janë të gjithë të ushtërisë. Kam i pyetje unë. E di unë, kjo... Nuk i luqi nga kuqi. Së pëlqen shumë. Tani, kush është heroi? Ky kufitari dhe oficeri që mbronte kufit gjatë regjimit komunist, apo diversanti që synonte të futej brenda kufit shqiptar dhe të rrëzonte regjimin komunist. Si do ta shkojmë historinë? Ushtari dhe oficeri kufirit ka për detyrë të mbrojë kufirin, sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë, pavarësisht të çka ka brenda politikës e vendit. Ai ka mision të mbrojë shtetin shqiptar, sovranitetin e tij. Edhe kur ai regjimi ishte gjakatar dhe komunist, ai ishte tjetër politik që takon të zgjidhet në rrugë demokratike me zgjedhje me gjëra të tjera, nuk zgjidhet duke përdorur kriminalët të hyrë brenda vendit. Pa ata janë heronj të vërtetë të Shqipërisë. Foto tjetër? Ja që ka shkruar Enver Hoxha. A ishin këta heronj? Thonja lartë është e shkëlqyer. Ato meritojnë heronjt e vdekur ose heronjt e heshtur që këto qeveri ka hedhur rrugë. Foto tjetër? E këtu ishte të ajo pjesa e ushtrisë, e kishim ne kapacitetin ushtrisë për të bërë atë luftë? Përse gjatë asaj periudhe që ekzistonte shteti centralizuar dhe raporti midis institucioneve nuk u vodh, nuk u shkatrua dhe nuk u doq asnjë repart, asnjë depo dhe asnjë tjetër, por në 97-ën u shkatrua ushtria, u vranë 3800 veta dhe u vodhën me miliarda armë të vend. Edhe atë përgjigjen. Pse u ndodh? Kishim shtet. Duan, s'duan, ne sistemi ti, e ekziston shteti. Foto tjetër? Dhe mbas sa dhe një foto tjetër, se është e lidhur me atë foton që kim filmin e sqaruan, po kam një foto tjetër. Kim filmi ka qenë gjë shumë i fuqishëm, ka marrë shumë para. Ka marrë shumë para. Shpaguar në zakonisht. Tani George Tenet, që ishte nga Himara. Po. Ka qenë drejtësias. Dhe në libër shkruan që nga një vend në Shqipërinë e Jugut. Po. Jugu është Himara. I besoni ju asaj që ka thënë Berisha që ky ka gënjur presidentin edhe për Shqipërinë? Për çfarë ka gënjur konkretisht? Po për ngjarjet e 97-s. Ka gishtësia në ngjarjet e 97-s? Tani gjithmonë duhet maturi në çdo lloj përgjigje për njeriu. Në ngjarjet e vitit 97, natyrisht që konflikti që krijoi Berisha me Amerikën influencua shumë. U krija ftofësia dhe erdhi zëvendës sekretari i Shtetit të Amerikës për vizitë në Shqipëri dhe presidenti i Shqipërisë e priti. Marrëdhëniet ishin të fundit fare dhe mëteja kur po merrte zjarr Shqipëria, 2 helikopterë nga aeroplani John Kennedy
erdhi unë në ambasadën në Stadion, në fushën e stadion. Dhe ambasada u mbyll fare, pra e braktisi. Pra CIA ka pat probleme, Amerika ka pat probleme me Amerikën, me Berishën, por e psoi Shqipëria. Pse Shqipëria? Qartë. Tani po të them diçka. Në lidhje me këtë që thot Berisha, harxhi që u bë zëvendës ministre punëve të jashtme, ja rrojme ka pa Turqia. E ditë harxhi dhe Mal Berisha, bën një studim dhe botuan veprimtarinë e CIA-s kundër Shqipërisë në 97-ën. E madhe. Ai botimi e nxjerr komplet CIA-n që ajo ka qenë kryesorja e dramës së Shqipërisë në 97-ën. Kur Berisha e propozoi Zoli Haxhi para ambasadore në Amerikë, i vajti shkresa tek Alfred Mojsiu. Alfred Mojsiu ju paraqit materiali që është shkruar jo. Dhe ai vuri shënimin. Edhe po ta dekretoj se pranon Amerika. Edhe po ta dekretoj unë se pranon Amerika. Çfarë bëj? Po aty akuzohet atë. Dhe ti e kupton edhe ti që janë ngjarjet. Tani dua një gjë shkruaj në fund se kemi kaluar çdo limit në fakt për gjyqin e Hagës për atë që po ndodh me krerët e UÇK-s atje. Gjyqi i Hagës duhet të zhvillohet kundër truset të Serbisë. Aktualisht Vučići, i cili ka qenë në zinxhirin e komandimit të Miloševićit për shkatërimin e Kosovës dhe vdekjen së opozicionit të Kosovës. Vučići ka qenë ministër i propagandës, zyrtar. Dhe sot është president dhe vazhdon rrugën që ka lënë Milošević. Ai ka vënë gjyqin e Hagës. Në raport me këta, më vjen shumë keq se edhe unë kam pjesën time për luftën shqiptare të Kosovës që është botuar, që nga Turqia bllokuan flotën ruse, hapën korridorin ajror, ndërtuam 4 qendra të mëdha të pritjes së Dirne në Shkupin e fare, po Thaçi ka bojë shumë rënd në skenarin e tij për shkëndrimin e territoreve të Kosovës me atë. Dhe ishte një shtytje e madhe që dhe ai të shkon në burg. Por kërkojmë shpirtërisht sa më parë dal në burgu. Janë bitë e Kosovës që sakrifikuan jetën. Edhe më nëse kanë gabuar, kanë gabime shumë të vogla, nësa Serbia me Vučićin kanë faje të rënda. Zoti Limaj, intervista më e gjatë që ka marrë si gazetar në karrierën time. Të falenderoj shumë, ishte shumë interesante dhe nuk e tepëroj të them që Shqipëria ka një hero që quhet të heshtur, që quhet Airo Limaj. Unë jam biri i Shqipërisë që juve, kemë bërë detyrën. Prandaj jeni hero i jeshtur. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lanqafoku, mirupafshim.